lidhja që neve bëjmë në namaz me Allahun xhaleshanu është aq e domosdoshme për ne, edhe aq e rëndësishme, sa që Zoti ta ka kërkuar ty. Në çdo lloj rrethana ti mos u shkëput nga Zoti xhaleshanu. Nga të drejtuarit, nga lutja, nga të folurit drejt për zdrejti me Allahun xhaleshanu. Ne me gjithmend falimi me imam dhe imami drejton namazin, lëvizjet edhe ritualin e faljes. Ama gjithë se cili prej namazfalësve, prej atyre që rreshtohen rreshta prej besimtarëve, lidhjen e ka drejt për zdrejti me Allahun, nuk kalon nga imami që të shkojë ke Zoti, jo, drejt për zdrejti me Allahun xhaleshanu. Lutjet e vetja i drejton Zotit, fjalët e veta të zemrës ja drejton Zotit, suret e tij ja këndon Allahu xhaleshanu dhe ai e mendon që Zoti po e shef dhe Zoti po e dëgjon, si thot profeti alayhi salatu wassalam. Kur dikush prej jush thot, lexon surën Al-Fatiha. Kur thot, më falenderoj, kur thot elhamdulillahi rabbil alamin, thot Allahu xhaleshanu e ndava namazin tim midis meje dhe midis robit tim dy pjesë, domethënë. Një pjesë i takon robit dhe një pjesë më takon mua, subhanallah. Nuk thot imamit dhe xhamatit, thot robi, kushdo që falet e ka namazin midis tij dhe midis Allahut. Dhe kur thot robi elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimit i takojnë Allahut, Zotit botrave, thot më falenderoj robi im. Kur thot Ar-Rahmanir Rahim, më madhëroj robi im. E kështu me radhë, pra derisa për çdo ajet Zoti xhaleshanu i jep përgjigje robit. Pra është një lidhje e ngushtë midis teje dhe midis Allahut xhaleshanu që nuk don Zoti xhaleshanu që ti ta lesh edhe të futesh midis teje dhe midis Zotit askënd tjetër.